Qeveria shqiptare pritet të marrë përsipër një pjesë të borxheve të kompanisë ajrore Air Albania, pas problemeve serioze financiare dhe ndërprerjes së aktivitetit të saj. Sipas burimeve brenda Ministrisë së Financave, rreth 10 ditë më parë është arritur një marrëveshje ndërmjetësimi mes ministrisë, kompanisë dhe disa kreditorëve të saj, me kërkesë të kryeministrit Edi Rama. Marrëveshja parashikon që shteti të paguajë një pjesë të konsiderueshme të detyrimeve që Air Albania ka ndaj kompanive të huaja që kanë ofruar shërbime të ndryshme. Borxhet lidhen kryesisht me qiranë e avionëve, tarifat aeroportuale, furnizimin me karburant dhe shërbimet catering. Gjatë rreth 8 viteve të funksionimit dhe operimit në 14 destinacione, kompania ka krijuar detyrime që arrin rreth 100 milion euro ndaj kontraktorëve të huaj, disa prej të cilëve tashmë janë drejtuar gjykatave ndërkombëtare për të kërkuar pagesat e prapambetura. Për të shmangur procese gjyqësore me pasoja financiare për shtetin dhe për të ulur presionin e borxheve, qeveria ka vendosur të mbulojë rreth 35 milion euro nga këto detyrime, edhe pse shteti zotron vetëm 10% të aksioneve të kompanisë dhe nuk ka detyrim ligjor për borxhet e saj. Kjo shumë pritet t'i kalojë në administrim Air Albania, me kusht që të përdoret për shlyerjen e detyrimeve ndaj kontraktorëve. Ndërkohë, sipas marrëveshjes, partnerët privat dhe përfaqësuesit e kompanisë turke do t'ja rikthejnë këtë detyrim qeverisë shqiptare në një periudhë shumë të gjatë, deri në 50 vjet. Megjithatë, ky mekanizëm ngre shqetësime financiare, pasi Air Albania aktualisht ka ndërprer aktivitetin dhe ndodhet në proces likuidimi, pas bllokimit të operacioneve nga Autoriteti i Aviacionit Civil për shkak të shkeljeve kontraktuale.